Io ragazzi dovete sapere che questa qua, ogni volta che il papà faceva il ragù io ne mettevo tantissima sopra, perché mi piaceva tantissimo col ragù, ma anche con la salsa. Ok, quello che avanza te lo metti tutto a me. Tutto. Tutto. Ja goca këtu kam bërë darkën, si që u thash, unë kisha përgatita pasta alla norma, që i thonë, me partigiane. Këtu kam për partigianet për t'i skuqur, si që shikoni, i kam ngrirë këshu katrore. Mund t'i bëni dhe më të mëdhaje, si t'keni dëshirë, unë preferova t'i bëja në këtë mënyrë. I kam jo të digani për të skuqur me vaj ulliri. I kam edhur krip, shumë pak, jo shumë. Ja, si po i skuqem, donin edhe pak, normal që t'i skuqe, që të marrin ato ngjyrën e kuqe. Këtu kam shtuar makaronat, i kam shtuar dhe kripën, i trazojmë edhe i lem për të zier. Dhe tani do grill të ricota salata, është të kazifiqës zapalatës Sicilisë, kur vinim neve. E traditat nuk u mbasin kur. Mbasi do thoni sa shumë flet për Sicilinë. Po çfarë bëjmë njerëz? Atje jetuam tepër. Atje jetuam tepër se nga Shqipëri. Edhe tani do të grill. E kjo ricota bëhet e kripur, është gjiza normale, po është me qumësh të përzier, dele, lope, edhe thahet në një ambient të ngrohtë. Ma shpjegoj qik burri se ai ka punuar në Baggio, i thon Shqipo. Tu i thon Kazifiqo. Ai ka punuar 7-8 vjet, edhe i di gjitha gjërat e djathërave dhe mozzarellën që t'i bëj. Edhe për makarona që po bëjmë pasta alla norma, që i themi neve me salse dhe me partigianet e skuqur, duhet kjo lloj ricote, prandaj e bleva. Prandaj po them që mora këtë ricotën edhe hajde ta grim. Dhe tani grim atë ricotën. Kjo është kastile për këto makaronat, se i jep një shije shumë të mirë. Këtu kam shtuar salsën tek makarona, salsën e kisha gati. Ma kishe përgatitur vajza, se normal unë jam punë, dhe këtu po eth makaronat në përpjata, po i ndaj. Djali aty po qeshte me të motrën, me ato